Hajde pa. Nëse të kjo se ka shmarë. Po thoja që kam 5 femra që qeshin, nuk e kanë qef kaprën edhe të mbaruam ushimin, shkoni që lodhuni atje në Novë. Tani ndryshe nga materialet e tjera që jeni mësuar, përveç se në përshatra, shumë mesazhe kam pasur që pse Ledion ti nuk bën edhe kur shkon për qefin tënd, edhe të xhirosh edhe të punosh e të bësh qef. Dhe thash pse jo? Okej. Një kamerë këtu edhe kudo që shkoj unë edhe kamerën me vete. Unë po shkoj në një zonë shumë të bukur, që quhet Tet. Po shkoj për qef, me vajzën, me shoqërinë. Ndërkohë që tani jam duke ecur rrugës, ju kam marrë pamje nga rruga dhe kam ngelur në një vend shumë, në një fshat të bukur që unë shumë shpejt duaj që ta kem edhe për habere që të marrë intervista. Por, do keni parasysh që unë çdo që takoj, do ta kem këtu. Me thënë, kushdo që takon Ledionën, ta dini që është me kamerën me vete. Prandaj e kam edhe këtë këtu, rek. Që jam rek gjithkohës. Jam në bog, sa bukur është. S'kam brit akoma, lart. Jam në qendër, besoj që këtu. Njerëz nuk ka sepse është edhe orari drekës, edhe unë gjithmonë orar të drekës rasis në këto fshatrat. Tani pa marrë makinën edhe po ngjitëm, nuk po humb as kohë. Edhe kur të arri në Tek, aty do vazhdojmë, do ham drekën bashkë. Do shohim vendet bukura bashk, me në fund po iki për qef, po prap me kamerë rek. O zoti mat sa bukur është këtu. Do me thënë, ky mali këtu është mrekulli. Është perl. Ja dhe fshatin. Kemi rrugë për të bërë, kështu që ecim bashkë. Nuk e di, por këtë është mrekulli. Prit se kam një mysafire për ju. Kam një shoqe të takoj. Kam kohë në fakt që nuk e kisha takuar, se ka qenë jashtë dhe tani se kalova. Hi. Po ku ke qenë, moj? Se s'më ke marrë telefon. Jo. Hajde. Hajde. Po që janë ka egërsuar, e ka bërë kurbetit e egër. Ha, vazhdo, ha. Sa më ka tremb. Është me nerva, pas ka bërë kurbeti. Verda! O, Verda! Po se s'më mban mend, më budallaqe. Çfarë brirë që ka. Okej. Edhe pak rrugë kemi dhe arrim. Por nuk e di. Lum këta që jetojnë këta. Lum. O, zoti ma, çfarë mrekulli që është. Edhe plot të huaj. Në të pa fund makina, ka dhe shqiptar pa tjetër, po kryesisht të huaj janë pa fund. Okej, se Theti dhe Valbona mbeten destinacionet më të preferuara të turizmit malor, por që është mrekulli. Tani unë mezi po pres që të arri, që të ha edhe drekën, po na pret një person shumë i lezetshëm që unë e kam takuar ku kam qenë herën e parë, dhe inshallah ka gatuar grosh. Mos më shif hiç ashtu. Legena.
Hajde këtu. Ka qenë goca mirë, po shi si është bërë. Në fakt tu së falin për terrenin. Okej. Ikim. Shiko. Atëherë pra shkojmë në një përshëndetje special. Nise. Është herë e dy që unë vi në tetë dhe këtë po i thoja dhe Gjoni që herën e parë takova Petritin edhe ty edhe akoma s'kisha mësuar për theti. Është e vërtet, por ti u ndave me kuta dion, e shgënime nga Ja, po Fethi, ju që ne s'kishim njerëz. ju ma Ishte rregulluat problemi. pak. Jo, nuk ma rregulloi se ishte i maskuar a ditë kur e kam takuar edhe vetëm me Petritin që fola. Imagjino me baba mu kret kishe nejt këtu fare. Shiko, sa po kam arritur. Atëherë shkojmë në një gëzuar, në një gotë raki të Kumulls. Për zotin që ka shumë e rëndë, më bushi, sa është zinxhiri? Po zinxhiri se a di çfarë do Apo thotë ky zinxhiri? Ha, që shumë e fortë. Do të thotë se është special. Imagjino, do më bëj tap sa po kam arritur, s'kam granaz buk, a ke bërë grosh? No, groshin e kemi gjithmonë në mishdherrit. Dhe Aventura ime këtu në tet me këtë tipin këtu e, do kjo jetë, po nesër edhe me gen vegetarian këtu mëson do hash mish. do është mish. Ta them sinqerisht. Kemi dhe një të përbashkët ne të dy. Gjithmonë ne me syze. Gjithmonë justifikohemi për syzet, ta mas po i heshta se ndemi se të hec, por i tha se kështu them dhe E vetu. më vjen keq se kam problem shumë me shikimin, shoh shumë keq. Dhe që ku vajti gruaja? Shpirt jo. Na, pa, gruaja, na pa. Me thanë gruaja disa larg më duket, ta them sinqerisht. Si i thua? Çfarë them unë? Half of my body, gjysa tru. Shi si bën para kamerës, no! Hajde se të kemi grupin ton. Ore, kjo kamera është shumë e lezetshme, se kemi marrë një kamerë të re dhe ikën nga shkojmë ne. Opa. Unë ku do, unë në mes të tjerëve. Inshallah, në një deri te shtrati. Do të ndjek. Dhe çfarë them? Tani më ka premtuar që do më çoj, do shohim tetin, edhe që ta mbyll gojën unë herë. Vetëm no sinqerisht, ta them sinqerisht për një po kënaqur. Bazë të videove si ke share. Do them Thethi, në rast se ti vjen për pak orë, do të thotë që ti nuk je ardhur në Theth. Pa. Thethi do të rrish 1-2-3 ditë, që ta shohësh nga Alpet, nga kanionet, nga ujvarat, nga shpellat, nga muzeet etnografik, nga kisha 300-400 vjeçare, 1380 vjeçare, nga kulla ngujimit dhe shumë atraksione të ndryshme si ka. Që do t'i shoh nesër. Që do të thotë, ne do fillojmë mas mëngjesit, sikur fillon në mëngjesi. Pastaj do shkojmë nga ujvara, kanioni, vaskat, syri kaltër edhe si thane ke. Shi, pse vjen nga ty? Mua më ndjek, për zotin mua më ndjek. Të ndjek pra se ke fokusu te... Nuk po rrim afër me njëri tjetrin se duhemi fort, po Nuk thjesht për rrim efekt se të ne kamerës. çfarë them. Je fantastik për zotin. Është fix tipi që dua unë. Tani, që është, nuk po them orator, është llafazan. Oh, no. I ngjit shumë me të huajat. Apo të huajt. Jo, unë të them faktike, nuk jam llafazan. Unë jam një person që kam shef ta share historinë tonë, kulturën tonë, çfarë jemi. Se shumë njerëz nuk e kuptojnë, e keq kuptojnë. Se ne jemi nga natyra çik madok, por jemi autokton, shqiptarë, si do të thotë. Çfarë do të thotë? 24 hours, 24 orë ne mikun e presim, e përcjellim, e respektojmë, e dojmë, e kemi shumë të kësuar me ta. E kemi miku është çdo gjë. Edhe nëse njëri pa miq, nëse njëri pa miq, nuk çfarë them. Po tregonte pak më parë atë historinë e lezetshme që ka se si është kthyer në Shqipëri, në Tet. Do ma tregosh shkurt edhe një herë se na iku, më s'po e filmoni. Kthy, çfarë them unë, kthy dans. Tash më duhet vënaj vetëm afër. Po, sepse na do kamera kështu. Kam seriozisht. Ka ardhur rastësisht ke jetuar sa vite në Zvicër? Kam jetuar rreth 12 vite. 12 vite në Zvicër. Sa gjuhë huaj di? Pas nuk është se foli shumë, mundohem me fol një 7 gjuhë, pothuajse, po një 7 pothuajse
I kuptoj më mirë se E i folë. kupton më mirë. Ma trego shkurt, se unë e di, ma tregove pak më parë, domethënë si e ke vendosur që ti të rish këtu, tek shpella jote. Është i vetmi vend në botë, ta them sinqerisht, që kam jetuar në Zvicër për shumë vite, i vetmi vend në botë që jam kthy këtu. Më falë të përgjigjem pak se na kanë ardhur ato miqtë të tjerë. Ato, okay. Alo. Ku je? Delegacioni. Te parkimin, domethënë kthehesh tek ura, ndjek rrugën që është Po mos kalo ke ura parë, kalo ke ura tek dytë. restoranti. Po pra futu, ngjitu lart edhe ke parkimin e shpellës. Po, Edhe kalo këtu ka jemi ne. Petriti dhe kalo mbrapa ty. Ke Petritin aty, pastaj kalon direkt tek shpella. Exactly. Po thonim që, o zoti Që. mat. Dhe kështu. Si erdhe këtu një leri këto kështu. Ku kishim so Këtu pra. Pas Nova Piku erdhi- në harroj. Erdhi një herë këtu s'kisha. No, ta them sinqerisht, asgjë. erdhi jam kthy në një moment shumë bukur. Dhe falenderoj veten edhe Zotin që sinqerisht më dha si ide dhe motivim që të kthehem. Okej. Dhe faleminderit edhe babës tëm që gjithmonë më thonë që një ditë do kthehesh, por nuk imagjinoesha një ditë që do kthehem sinqerisht. Dhe jam kthyer me qefin më të madh më. Çfarë ke gjetur këtu kur ke ardhur? Kam gjetë ngrësinë. S'kam gjetë asgjë gjatë tjetër përveç themelet e babës, gjyshit, më kanë linë rrit, kam linë edhe vet. E kalu një pjesë të efemerisë jetës teme, edhe kam gjetë çdo gjë. Çdo gur që është i vendosur këtu më motivon për diçka dhe një motiv më tepër më ndaj. Përveç këtyre, se ti po flet për edhe këtë gjënë shpirtërore, anën Shpirtërore, që po ke gjetur shpirtërore, këtu, po gjete veten shpirtërisht do të thotë që ke ke gjetë gjetur shumë gjithçka. gjë. Por këtu s'ka Absolut. pas as rrugë, as S'kishte internet, fare rrugë. as drita. No, rrugë kishte, se rruga është 100 Ekzistuese. vjeçare këtu. Po. Por Foristrada duhet me kanë shumë e Dhe fortë. pse erdhën? Foristrada do ishte goxha e fortë, vetëm Foristrada mund të arrijë këtu. Po energji elektrike, po s'ishte rrjet val telefonin. Edhe mi gjitha nuk ishte njerëz. Nuk ishte fare njerëz. 2008. Edhe ka takuar disa të huaj që kishin ardhur për ta parë thetin, edhe bërë ata sikur s'dija gjë të huaj. No. Nëse, pastaj tanët janë. Po, okay. Pastaj çate me ata? Po pastaj takova një grup, thëmë vërtet, një grup 2 çifte austriakësh, ku komunikuam Ata unë mund pa ku e ka atë më që dëgjoj ty ju ata. po ti mirë. Paka. Mos i di takuje. Po, atëherë në që bom vazhdoj vetë. Dhe se ta presim le tionën sa është vajzë mirë. Edhe i vjen keq, ja ba thotë ja, si kthyt me hangër po ardhon ti. Nuk e gjeta. Pulet. Okej. Pa atje kishte shipra, kishte shumë bleg. Ja më. Prita sha një qik. Pra po thonim që për zotin është fantastik, është personi, ky është, domethënë ti çdo gjë rretheti të zonës, turistët udhërrëfyesi më i mirë i turistëve. Ja, mos lik, ja, një gjë se kur ulem ne. Atëherë unë me një përshëndetje shumë shkurt, do ta mbyll se do di se do ti ke. Ma mbylli. Jo, nuk ta mbyll. Hë. Nuk ta mbyll. Jo, Do të je para. Mirë, do ta mbyll unë e para. Ti je shkurt atë që ta mbarojmë që Po, të na buksa. pastaj pastaj u ktheva këtu dhe çfarë them unë. Jam kthyer në një vend që çdo njeri që nuk e din, hajdini në theth. Edhe keni çdo gjë të bukur për të parë dhe mbi gjitha keni njerëzit shumë të mirë. Përveç famileti them këto, kur e ka hap në fillim e ka lënë një muaj çdo gjë falas. I papar. Ta nuk funksionoi. Domethënë këtu as falas nuk funksionoi. Dhe tani është ka bërë një super biznes me familjen edhe mund të uleni. Prisni pak ju se po flasim. Si jeni mirë? Domethënë pasi bëm bisedën me Xhonin, na tregoi një çik se si erdhi këtu edhe se si nuk e di pse këto miza nuk më ndahen, por më thanë që e bardha i tërheq shumë, janë miza shumë të vogla. Kjo është maz. Nga zona ku jam unë, nuk e di se si thon qull, nëse nuk gaboj. Çfarë i thoni ju nga zona këtu? Maz. Jo. Djath me gjallë pjo, sepse ka kaçkavall, ka gjallë, edhe ka... Sorry. Ajde pak. Maza, vetëm me zonës tuaj është? Kjo është, me thënë vërtetën, kjo ka shumë për thënë. Qa ka? Për mazën, kjo maza është, për ata që nuk e din, kjo është me mel misrit,
është me djalë të freskët dhe me djathë të njom të pakrikur. Që do të thotë është për vegetarian, për vegan, për të gjithë kushton që të konsumojë ushqim. Unë çdo gjë do ha. Tradicionale jona. E juaja vetëm. Absolutisht vetëm me zonës tonë. Dhe që ata mund të folish për mazën do të thotë që është një mrekullim vendi. Mrekulli. Si unë. Absolutisht. Like. Pra po doja për mazën sepse më bëri shumë përshtypje ndërkohë që atë mishin e kanë qartë, e bën shumë mirë. Pastaj, sepse këta kam 2, 4, 5 femra pas kamerës. Asnjëra nuk më ka ngjarë që të jetë kështu ta doj kamerën. Edhe buk hëmrën. Hajde pa. Nëse kjo se është marrë. Po thoja që kam 5 femra që qeshin, nuk e kanë qef kamerën edhe të mbaruam ushimin, shkoni të lodhuni atje në nom. Ju që imagjinoj që ishin to që më njohin, imagjinoj ju shkrijeni. Dhe pastaj kemi aty një lokal të fshatit, vendit që e ka dështuar vetë Xhoni. Do ndezim një zjarr. Do pim raki kumba. Shumë e mirë. Edhe do pim raki, do kërcejmë, do këndoj. Qa do bëjmë tjetër? Do dehemi. Dhe nesër kemi një ditë shumë të gjatë që do vizitojmë vendet më të bukura që janë në Tet. Do ecim në këmbë, por edhe me makinë, edhe tjetër çfarë mund të themi. Ndërkohë që kam bërë një video shumë të bukur që po e hedh në TikTok sepse unë nuk ju le pas dore ju, shikoj. Si përdritet kjo bish përdredhur këtu. Në videon ma ka qarë një këtu më 10 duble. Kështu që Petrit, hajde të them diçka. Hajde të pyes për diçka. Po jep pyetje. A është vërtet e mirë kjo apo ma putje? A njihni Petritin që ka marrë herën e parë? Ule pa kokën, e marrë. Ja. E ke qarë intervistën herën e parë, që sa është rinuar, Petritin që këmë takoj mua. Jo, je mirë për zotin. Je mirë. Nesër do shkojmë për darkë tek Petriti. Kom morlo se kështu. Rinora. Petriti është personi i parë që unë kam takuar, nëse e mbani mend intervistën që kam bërë me të, dhe pastaj na erdhi ky vllai i vogël dhe hajdeni ta dhe një nga unë. Ika. Ju ka rap ndonjëherë mami me okua i mami mu. Ty me këtë do të rap. Tani po shkojmë që të ndezim zjarrin, sepse aty do pim kafen, mbaruam atë ushimin edhe do pim kafen turke. O zoti ma çfarë pam jashtë. Ajo ta që kam disa që patuan kamën hiq. Pa je pak. Kam disa bukuroshe që se kanë qef kamrën, po thoja që unë me Ildon do ndezim zjarrin. Edhe pastaj do pim Ildo, po jo më Ildo do t'ja vija unë flakën. Shko Ildo qa bën, shko Ildo. Ildo do të vras. Atë merë kështu zjarri shpejt? Yes. Po merë, do të thotë që kur të merë zjarri shpejt, do të thotë që je okej. Kur nuk të merë zjarri, je në vrik. Po. Je në vrik. I fije. Pritani. Do vendosim qik tani këtë, t'ja hapim këmbët kamrës. Okej. Ti do më djekësh mua, ta ha zemrën në ty, kam një super kamerë që më djekë vetëm mua. O Ildo! Rinat të Xhonit, kam për të ndese, më tha do të ndezësh. Më të shutohë. Isha duke parë kamerën. Bravo. Po ne do knaqemi, këtu do rrim gjithë natë. Ja.
Do marr, po ha. Të ca jemi ne, të lodhura? Po, vënë tjetër. Po. Ti do merresh me çfarë? Po kanë A paguam mirë? mirë po. Bravo. Është një Gjonja e zotni. Është zotni për zotin, për zonin është. Zoni është ai që më ka sill për të dytë më te. Se herën e parë u zgënjeva. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Nesër ne do shkojmë të shohim këto vendet e bukura të shtetit. Edhe mund të bëjmë plazh apo vetë? To. Po, do në të ftohtë, unë akoma e kam në shpatull të ngjitur atë kthehen ato. Po pra, po ai do No, ti po çaj të obja sa ftohtë. E di, po ja, nuk tani Edhe ndor këtë shë. Po e di. Ja morë dorë. Po, ore nga fshat, unë jam bindur në shat, po jam rritur në qytet, po pra, për zotin, fshatare jam. Imagjino të më marrin plak flok. Kana ujë Me to. ikën extension kështu. Kana ujë to për një atë. O zoni duan një turke nga duart e tua. Ta vjen turë. E, po unë s'kam as lek, mo ty mi shkon nga ka lek. E, çfarë zjarri, mo. Zotin kam bërë një zjarr, super zjarr, që ta dini. Shikojnë. Op. Pa. Këtë është mrekulli. Nuk dorë. Për zotin mori, ja? O, Inga, ti pas ke lek për zotin. Ande po vjen. O, po. Na dhe mezi. Unë pa dy nuk O zot që më qa. Me dorën të ande ke shkruar këta? me këtë dur. Ky është bosi, ky I ka lekët gjitha. Mina, he's my boss. Ky është bari që ne do pim kafen. Sot do kalojmë natën, do këndojmë karaoke. Ka pjanin që këndën. O zot, që qa zjarri kam bërë. A zënë me në bëju po jo? Ua! Prita liroj pak. Shiko. Nuk e di. Nuk e di. Më thënë nuk ka pamje më të bukur. Për zotin njeriu për kaq ka nevojë. Papa filmën e lasë që qanë unë fund. Jo, Shikoj herë. unë vetëm kafen dua tani. Qatë në bëllë mas e. Po, që sa e mirë është ajo atje. Që sa e mirë është. Në sot, dua të ri këtu, nuk dua t'iki.
pas një nate shumë bukur, duke kërcyer, duke pirë raki. Si ka mundësi o Petrit që nuk të zë rakia këtu? është rakia kur pihet me qef nuk zënë dhe e dyta oksigeni. Petritin e njihni, a? Se ka. Po ty ta s'kamera s'po të ndjek. Çaj dua. Çaj dua më konvers. Në me thënë nuk të zë rakia sepse faktikisht shoqëria, muhabeti. Po kështu thonë se rakia nuk pihet as vetëm dhe nuk pihet me njerëz të gabuar, pihet me njerëz të duhur. Atëherë rakia hup. Të merr për keq. Hupi që nuk bën efekt negativ. Okej. Kjo është raki kështu kumba? Po, Në gëzuar. bashkëzimit mira. Po ti ku e ke rakin? Sa kam hongër sheshe tamli thos na. Për çesh me gjumës? Po, Ah, sa si mirë. çobat. Po aku kam mirë, ndërsa në ngëm petulla, mjalt, vezën e zjerë, unë thos se jam tip që ha mëngjesin, po. Tani, do pim, Gjoni është tek shtëpia e vet, unë kam marrë tek Petriti për e pi kafe me Petron. Dy vëllezërit më të lezetshëm që janë në thete dhe më fisnik. Mikprit janë vërtet e keni kështu. Falënderes, tentojmë. Tentoni, tentativë. Po jo ngelur në tentativë. Kam paru punë. Ju që vini në thet, vendin e dini, videot po i shihni. Edhe tek Gjoni, po më shumë tek Petro, se mos na dëgjoj. Jeni fantastik mënyra se si bashkëpunoni me njëri tjetrin, sa bukur. Sa më po, kështu duhet. Mendoj unë, Pa. do të funksionojnë. Kështu dhe fatkeqësisht në disa që dhe vllai me vllajin e kanë atë inatin e ku futet leku në mes. Tani këta pranojnë, leku ka prish. Ka prish malet, ka prish Malet e- shtetet, jo dy do njerëz të random. Leku është problem global. Ndërkohë që ua, shisat huaj. Nga vinë në kryesisht o Petra? Shumë check-inin, kur si bëj check-inin, unë pjesa dërmose në të drejtën i shumicë e madhe në Gjerman. Në Gjerman, Austriak. Austria është e vogël, po Gjermania bjen sys, ata janë Tani këta dalin edhe shëtisin komplet thetin. po, thethi ka shumë shtigje me ba, ka shumë shtigje. Shumë ka shumë vene me vizitu, me thonë drejtën, edhe është fatmirësisht, është ndoshta i vetmi vend si turistat rrinë 2, 3 deri në 4-5 net, me fjalë. Prit se Petro ka një varse këtu. Nuk e heq dot. I ka pa bishtin pa dashi. Prit. Kjo është fat më rralla, shipu. Fat. Fat. A e ka mirë atë? Ja, se ka. Ha, ku je? Ja. Shipu. Shife një. Ua, natyra. Kapëm apo? Megjithatë për ditë po kënë këta dezinfektimi do vim, do i vrasim, po çfarë do vrinë do vrasim insektet, po leli më insektet se kanë punën e vet. Po, si mund vrasësh insektet? Kanë punën e vet. Normal. Shkojnë për ditë, do vi nesër, s'do vi nesër, a do me të ardhen, po leni insektet bëjnë punën e vet. Na jena në vend tyne. Po. Ata Ne kem, po, ata kanë kanë tokën në e terrenin e vet. tyre. Tani unë do pi kafen, do pi këtë rakin edhe do shkojmë me Gjonin. Na bëj një gujtë të lezetshme, ta njohim thetin se më keni kritikuar se unë herën e parë erdha për punë, të rahat ka marrë për qef, por dhe po punoj. Qa tipi jam sri do të pa kamerë. Ku do që shkoj me kamerë më Petrosim. Po të njek vetë më tek vetë kamerë aty. Dhe do shkojmë në tek syni i kaltër, kanionet, vaskat,
Vaskat si quhen vaskat e? Ato vaskat, po i thoi vaskat një aty në Lysa. Okej. Do shkojmë edhe këtam tjetër. Ujvara, kanjoni. Ujvara, po kanjonin e them. Po, jetë Domethënë kemi rrugë për të bërë. Po, a do i bëni tana me kam? Do shkojmë deri diku me makinë, pastaj në kamp. Po te tana janë vetëm te tana duhet më rrit me kam, me thonë drejtën, se makina vetëm ta frit afër se nuk është se Jo, një orë kemi në kamp. destinacion, po. Sa më doj që kjo rakia. Po, Herët është herët. I ka njerëz, kështu që tani kur të shkojmë atje do t'ju tregoj. O zot më shumë ka tuhuar se sa shqiptara. Palë shqiptar, po shqiptar. Ku i ke shqiptarën? Ti shef ty në stan. As mi ka pësiri mua? Vetëm makina. Vetëm makina. Më thënë tetja është plot me turistë dhe e rëndësishme është se këta përveç se mikpritjes që na e thonë në çdo sekond, nuk abuzojnë me çmimet. O zot, më kështë marrë mallit e ecja në male, në teren të vështirë, se ngela në çdo fshat dhe qytet, realisht tetin e dashuroj. Po me thënë, natyra është mrekulli. Po mundohem që të vizitoj 4 pika kryesore, edhe për qefin tim, dhe tash kam ardhur për qefin tim, po pse të mos e ndaj edhe me ju. Ndërkohë që zoni është duke ardhur mbrapa, po unë po pash male vetëm eci. Që sa bukur është. Kjo është Lediona. Hello, Lediona. Robi më i mirë që ju njihni. Kemi më thënë drejtën, kemi goxha për të bërë rrugë. Kemi gati 50 minuta. Për të shkuar, nuk e di ku po shkojmë, tek Vaskat ose tek Ujvara. Oh, sa bukur. Shumë mrekulli. What a mrekulli është. Janë sa fjalë po panë, vasat të ju më ndon. Këto janë Vaskat. Çfarë mrekullie o zot. Po pse ju kam mbajta zoti me kaq me hatër më burr? Oje. Oje. Nuk e di, po martojmë këtë. Paten për të fejuar e di, dhe të shohim se si na shkon. Zoni është fantastik, sepse është njëri që nuk mërzitet kur, edhe pse është full me punë, plot me turistë, por hajde ti. Hajde maj gru, hajde maj nusi. Më la pa martuar. Shemor vinë të huajt edhe vizitojnë vendin tonë, ndërkohë që ne ikim, shohim vendet e tyre. Po turp, mor turp. Po Florin ka këthe o Gjon? Ka Florin të fshehur në ndonjë vend?
Ka plot flori, ar, diamant Aha, dhe në pesar ka pa. Tesar, po i di vendin, no? Pa Unë janë ngua lule kështu shtrydhe, toxic. po s'ka. Florin të mbaj. Lule nuk janë mua laftë për të shtrydh. U pjekin tamam. Ato, quhen. Super shtrydhëna. Ajo që më bëri përshtypje, do më thënë bëri përshtypje, okej. Tha Xhoni që ne ta pyet, i ruaj me fanatizëm. S'ka Shumë shans. fanatizëm. Ha? Shumë Për shembull, ti fanatizëm. unë të presin për këtu s'ka shans, a? Ja, po për veti pemen që të është garantume që është e pa mujtën që Që? të fresh. Që të? Që ta fresh. Nuk e të fjallë në kishte. E dhe, kalën tej. Brita? Po ik prej Mos e se prek Xhonin kape, po zdo, dua veten më. Këtu moj ti. Do me thënë do shkojmë atje, a? Kemi dhe sa? E nuk kemi shumë përshi, dhe 1 orë. Edhe 1 orë. He, s'kemi shumë. S'kemi përshi. Edhe 1 orë. Okej. Ne bëjmë 1 orë në kështu. Bëjmë një. Edhe 1 orë që të shkojmë të kanione. Pastaj do kemi dhe të shkojmë. E shumë vap. Unë jam nona. Tiki 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 tiki. Kjo është për të mbajtë kështu hije, në? Kjo është për bajtje, të sjell energji. Dhe të bën Të bën? O asa është të mirë që bje. Rina. Orina, O qami ka vënd ishtit më rëpshpi. ku s'ka pësho? Rina. Shqip që lartësia është këtu, ku është bërë ky bar i lezetshëm, derisa të shkojmë tek syri kaltër. Kemi edhe sa o Xhone, sa rrugë kemi për të bërë? Ja të prestojmë një pak edhe. Arrim atje. Në destinacionin e duhur. Sa duhet më? Do shqipemi atje të të vendi. Se jemi lot, jemi bërë, mo. Jemi rrëskëpit. Partizani luft po shkonte, kam marrë pushte. Pse s'këndoni? Edhe pak rrugë jemi të Atëherë fortë. ndodhemi jo më pak as më shumë se 4 minuta 27 sekonda larg syri të kaltër. 4 minuta e 25 sekonda, sepse kaluan 2 sekonda. Pas një ecjet të gjatë, ama Nuk e di pse i ka mbajt Zoti me atër këta me këtë natyrën, më vëlla. për njerëz të mirë. Pse ne jemi njerëz këqi? Zoti Gjithsesi unë e sigurova tokën këtu, 2 dhoma i kuzhinë. 2 dhoma e nguzhin. 1+1, s'ka gjë. Dhe këta gjenden kudo. Gjarprin s'ka këte, a? Jo, nuk janë shugjar për një të mëllaj shumë. Janë të vegjël. Janë të 2 cm gjysë. 1 metër e gjys, seriozisht. Wow. Wow, me vërtet o Xhon? Imagjino ti jeti varur në një pemë. Sa m'ka tremor, zoti ma. Ua dhe isha duke imagjinuar. Aman se unë gjerë printi kam të merë. Qatë të më? Syri është dhe qikë të mërdetën sipër, po... E kam të merë. Gjerë printi unë i kam të merë. Vete. Po ti ka filmot? A jemi like? Hajde pako, Gjulia. Gjulia, hajde këtu. Gjulia është Tarzani i grupit. I don't know you. Who are you? Please, please, don't disturb me. What do you want from me? Like, go away, man. Sorry. Oh, sorry. Zoti madh. Je treguar më e forta e grupit për Zotin. Pse?
Që dal trime. Unë Shumë nuk ka, është... Thoshim kishim merakun e Gjulja se mos na ngeli në rrugë, po jo, na ngeli dikush tjetër. shumë të të si një Gjulja ka me tuar. E di qa ka Gjoni, që këtu ka i gjerprin, tha dhe janë nga 2 metra. Po. Të beto. Lishi zonë. Syri ka posa. Ua. O, çfarë mrekulli. ke uja ti. Hajde më shkojmë lart tani. Hajde. Edhe si këtu afër kemi. Ua ka mrekulli është zot. Nuk e di. Për zotin është mrekulli. Ilta, po rash. Sa metra i thellë është? Jo të dua të bëj video aty. Është gjuna për ne që nuk dim not, sa metër i thellë është, Gjon, sa i thellë është? 45 metra. Jo, s'është 4-5 metra, mos më gjenje, sepse është 14 metra. Ja, nuk është 5 metra. 10 metra maksimum. Ura shku në botë. Do me të në gjuna për ne që s'dim not. Unë ku shkoj, unë pa not. Di not më rëbo. No way. Syri 4. Syni. Mrekullia është për zotin. E kisha dëgjuar që zbritja gjithmonë është më e vështirë se ngjitja. A zoti i madh, a di si ja ngjujnë? Të merë. Por ja dolëm. Pam syrin e kaltër, pam kanionet, pam vaskat, super mrekulli. Edhe gjithë ata që se kanë vizituar ja sugjeroj, edhe pse jam shumë vonë që e kam vizituar këtë vend, gjithsesi kur nuk është vonë. Tani me zi pres që të arri, edhe do ha grosh. Grosh edhe me çfarë? Si gjithmonë, Gjoni është nish i guidës. Shifini. O zot, këmbët e mia sepse i kam fut në ujë të merë. Që sa bukura. Tani do ta hap kamerën edhe kur të ha drekën, edhe pastaj direkt në Tiranë. Më erdhi shumë keq, sepse ishte pamja shumë e bukur. Edhe nuk arrita dot që të ngrija dronin tek syri 4. Po gjithsesi kam bërë video shumë bukura. Edhe që nuk u hodha sepse s'dim not, edhe nuk është turp. Si ikën ata? Nëse kam problem kështu në mal, të eci. Ama të huaj këtu ka plot. Jashtëzakonisht. Hamar. Ku je? Sa? Po ti pse s'me çove me makinë atje? Me shaka. Shumë mirë, u kënaqa. A jeni lot ju? A keni bërë lek? Keni bërë. Miku grupi. Imagjino të më dalë në një gjarë për këtu, mua vetëm gjarpin nuk kam fobi. Po zot çfarë ajre është. Mrekulli. Kushdo grosh, pritjet një për veta. Edhe një qik për vete? Vete me telefon një po si është bërë. Një qik specën djekës më starë.
ndoshta po vinë edhe një ushi. Një qep. Nuk ka ushqim më të mirë se groshët dhe duhet të hani sepse kanë çka kanë? Grosha ka Fibra. Po çdo grosh tjetër. Da, zot, kemi ca pjeshka këtu. Është Oh, yes. çështë pjesë. Po. E dile si mu I bie qana. Këtu. O po qona. Dallin e keni. Qep, speca, djegës. Më parë nuk të dhënë. Jo, s'të thash se si shaj kështu me Oh my god. Kjo është e jetës. Me bëf mirë. preferuarën time. Ka punuar. Hamo, ne hallni groshin. Ta bëj për shesh. Andusha, dhe marrën. Hajde më me hangër. Edhe mazën. Mazin alatë. Okej, po do të hyrën pas vetë. Ku janë të prizat të reja që kena vjetës? I kum thonë edhe 1, 2 hera 3, 4 aty mi gjetë si godet. Ku të di? Po thotë mos e ke përdorur, çu ke në dy so. Vetëm një. Është nxehtë. U di priza rrit që ka apo. Ta thumo. Për zotin po vdes për këtë ushqimin. Pikë si dua unë. Po e dua më vonë. Hele një qik. Vaj që parojent. Po. Është një super vaj. Sa skosi. Vaj me këtë pojnë si çfarë shit. A don kush vaj? O, në shpirt, o, zot i lumshin duart. Ja, don ledion. O, shpirt, sa të du. Kastravet. Ha, gjërëm në rjozi më sidërt. Aty lënë dikon bam. O, sa e shish me kjo qepa. Qepa është me të çuar nga shtrati. Atë shohë që edhe me zimin të vëmë. Atë më kërë, tonim një gotë verë. Jemi okej, doni në gjustesë. Unë jam shumë okej dhe ju lumshin duart se jeni shumë të mirë. Ju bëj mirë. Që bëjmë në. I ka shtrava. Vetëm s'ka pikuar. Ma ka përshë mish? Shiko. Nuk e di po këto groshët a janë bërtë mirë apo më duken më është nga ka Ja me dhjan, nuk e hamë dhe jep ty atë. E mirë është, Ka dhe më bëshme. ka dhe shumë të mirë. Nuk jep ty në biznes nuk është problem. Është me dhjan, vetëm atë. Shite. Ato të Në nani. gjene janë grosha kuqe. Kjo, në lumen e rrëvi. Është me dhjan. Nuk është beton si shite. Shite. Por, Por, Nuk ka dhe beton. Shite. ka më mira. është mirë. Në një birë. Sa vëllë do të shiko dhjan. Shite. Shite. Që është dhe më Është mirë beton. Shite kjo oje. Shite si është dhjan. shumë të zjarë të provosh. Shite. E di mirë në policisht nuk do me dhjem. Ai dhjami është shumë ishte dhjami e bën të fëmijë. Do të të tjetër. S'ka gjë të provosh. Të provosh vetë. Atë ham njerë pasaj prap. Për zotin, në gjithë të ushqim që kemi ngrënë. Është mirë jam të hyrë. Me gjithë të ushqim që kemi ngrënë, me gjithë ato grosh, vallai, edhe një kafe turke. Po e pik dhe këtë kafen edhe pasaj aksion Tiranë, sepse do jem në Tropoj, do jem në Kelmen në Lëpush. Me thetin jam knaq, kam shijuar ushqimin, njerëzit, pika turistike, Syrin e kaltër që pa mbashk. Është materiali i parë që unë e bëj në këtë lloj forme, përveç habereve që do jenë, nuk do mbarojnë kurrë, e kam thënë kur të vdesin të vdesin haberet. Por që pse jo, edhe kur lëviz edhe kur shkoj diku, si ta çantën në krah, kamerën në krah edhe let's go. Po e pi me ju zonjat që më ndiqin gjithmonë.
Një kafe turke me ju. Tedi, shifeni ku e kam vën kamerën. Po e vazhdoj ta pi kafen edhe po e mbyll këtu video, nuk do kem video në kthim se realisht jam e lodhur dhe besoj që është mjaftueshëm, kështu që shpresoj që t'ju ketë pëlqyer edhe nëse do më thoni, nëse do shipet edhe nëse do thoni po, Lediona bëje këtë gjithmonë kur unë shkoj për qef, do e vazhdoj. Nëse nuk e pëlqen ju, nuk e vazhdoj sepse dua dhe ta shijoj.